25 vjeçarja i habi të gjithë në dasmën e saj, u thot të gjithëve ka një fund të lumtur. Kjo grua ka lindur me një deformim të rënd të fytyrës, është martuar dhe u ka thënë të gjithë të ftuarve, ka një fund të lumtur. Kodi, 25 vjeç, vuajti nga një sëmundje rënd e quajtur hemangioma dhe pasojat ishin aq të rënda saqë i shtremëruan anën e majtë të fytyrës së saj dhe mjekët nuk kishin asgjë që mund të bënin për ta shëruar atë. Mirë po ajo ka kryer 18 operacione vetëm kur ishte 1 vjeç dhe ka bërë rindërtime të shumta të fytyrës për rreth 14 vite. Kodi, e cila ka përjetuar komente mizore nga të huajt për shfrytërimin e saj, u takua me bashkëshortin e saj 27 vjeçar 8 vite më parë dhe ata u martuan vitin e kaluar. Ajo ka thënë, ishte një ditë plot emocione dhe kishte shumë lot, por ishin lot gëzimi. Unë vetëm dua t'ju tregoj njerëzve se ka një fund të lumtur, është shprehur ajo e kënaqur.